Dhe një miku im i cili ishte në opera, teatrin Operës dhe Baletit, kushuri shumë i largët, më shet dhe thot, por e gën, thot, ti fizikun e ke shumë mirë. Dhe fatikisht një gjë kam pas, kam lexuar shumë. Letërsinë e kam dash shumë. Defekt në folur nuk e. Pse s'bohesh për aktor? Pse s'futesh për aktor? Dhe më nguli një Tash ti unë mend. Direkt. një filist unë kok, aktor. Është si mi e thonë djali tim tash, po ti pse nuk bosh astronaut? Edhe djali im realisht më e mor seriozisht në një astronaut. Shkoj në shtëpi unë gjithë qefi dhe mbabës do shkoj do futem në akademi. O tha baba sa mirë. Akademi e Rendi, tha bosh politik. Aty e kishte. Po raca ime në gjithë hekaxhi. Xhaxhallaret hekaxhi, do unë nuk kena lidhje me artin mos i vegël as fyllit as dajras, nuk kena lidhje. Po fare. Do të thonë vesh muzikor zero. Gjithë fisi im nuk kam asnjë. Samir tha babi, tha shumë mirë akademi, tha policia, jeri thash akademi artësh. Dhe baba e ngeli, e kujtoj si sot. Do tha, don për ne është si më u thon juve për shkak nuk e di që merrni me art. Filloni bëni hidrolik. Bravo, do të thonë shumë. Një familje që është artista, më thon djali du më bë hidrolik. E kupton ti tash si ngelet familja. Edhe më thoshte baba, çfarë akademi art është thumë çun. Kupton se për atë duke një gjë. Do të thonë s'kishte lidhje fare edhe me tipin. Jo bot, jo s'bot, jo iki, jo siki, jo unë iki nga shtëpia thash. Po mirë tha ik nga shtëpia, unë s'do të ndihmoj. Paketoj plaçkat, një çantë, Tiranë dhe 4 vite marrëdhëniet e mia me babain kanë qenë shumë ftohta për këtë arsye.